Bajz, tetor 1979. Në këtë ditë të shënuar, malsorët u mlodhen përsëri në kuvend me Enverin. Ka të tjerë, po hajdeni dhe sa. Futuri. Sa më afer, sa më shtrënguar, hajde këtë fort jemi. Hajde, unë ju ashtu si unë jeshin ata të parë. Tashi, mua më keni marë, po që të bëhet e bukur ajo, duhet të mirëni këtë popullin këtu. Të Bajzës, Kilmendit, Koplikut. Kolmara Shpetës. Kolmara Shpetës. Sa keq më kalë, Kolmara vesh këtonë që në vdishë Kolmarashi. Mirë jam, mirë. Sinqerisht nga zemra, ndjej një gëzim të madh që vi përsëri këtu në Bajzë, por shoh një përparim të madh. Sa më tepër të prallojmë, edhe gjëra më të tjera, më të shumta do të kemi për sa i përket zhvillimit të artit, të kulturës, që nuk ka mbetur pas, edhe në marsi. Juve me këto këngët tuaja, me lahutat tuaja, me ato qeftelite melodit tuaja, duhet të themi kupton se keni bënë çuditëra juve në festivale. Të them drejtën, kupton, mua më pëlqejnë edhe këngët Gjirokastritës, se jam rritur me to. Po, edhe këngët e Malsisë tuaj, nuk ka të bëjnë qefi, më pëlqejnë shumë. Pse kanë atë madhështinë, atë, si me thënë, intonacionin, edhe atë ihonën e këtyre pjeshkëve, kupton, që me zë të fortë, si të kreshnikëve, kupton. Por çështja është këtu, e kisha këtu, që me e fiksu rininë, të kuptojnë të rinjtë, se vetë ata do të zbukurojnë jetën. Vetë ata do të zbukurojnë fushat, kodrat, luginat, do të zhvillojnë bletorin, por do të zhvillojnë, kupton, dhe artin e kulturën. Në traditat e vjetra të gjyshërve, e të stërgjyshve, edhe të njerëzve të rinj që mëson partia, se si ta përdorin këtë art e këtë kulturë të vlire të vendit tonë. Fieti